Do zhvillojmë intervistën e ditës dhe me mua në studio, kryetari i TETOV-s dhe njëkohësisht kryetari i Lëvizjes BESA Bilal Kasami. Zotë Kasami, mirë se vini në Alzat. Mirë se u gjetëm, faleminderit. Do të filloj nga ajo që është aktuale brenda koalicionit Vlen. Në zgjedhjet lokale u pa një unitet i madh brenda koalicionit, megjithëse pas përfundimit të zgjedhjeve gjërat duket se kanë ndryshuar ose ashtu po gjykohen nga opinioni. Sa është Vleni më afër shkrirjes në një subjekt politik apo ndarjes edhe më të thellë? Unë besoj që është shumë afër, për dallim nga disa që shpresojnë dhe kjo kryesisht vjen nga faktor opozitar që Vleni është më afër, do kisha thënë ndonjë ndarje, realiteti është krejtësisht tjetër, edhe nga shkaku që ne nuk u bashkuam rreth ndonjë individi apo rreth ndonjë subjekti politik, ne u bashkuam rreth një koncepti që ka të bëjë me bashkimin e opozitës për të ofruar një opsion të ri politik dhe kjo u vlerësua tek votuesit. Unë që nga fillimi kam përcjellur gjitha reagimet e faktorëve të ndryshëm shoqëror, që nga momenti i parë kur nisi celula e parë e bashkimit të Vlenit, atëherë thonin që nuk do të bëhen bashkë. Pastaj në zgjedhje parlamentare thonin që nuk do të mund të rinë bashkë sepse do të përçahen në ndarje të deputetëve. Ajo nuk ndodhi, nuk do të rinë bashkë sepse do të përçahen të ndarja e pozicioneve në qeveri, nuk ndodhi, nuk do të rinë bashkë të ndarja e kandidatëve për kryetar komunash, edhe ajo nuk ndodhi dhe sot nuk do të ndodhë. Vleni do vazhdoj të jetë bashkë. Tani më kemi një koncept të asaj se si mendojmë të shkoj më tutje ngritja një organizate të përbashkët politike. Ajo që më shumë të dominon brenda Vlenit, në këtë rast në nivel të kryetarëve, po e diskutojmë, më thonë, mënyrat, format e shkrirjes të gjithë strukturave të partive pjesë të Vlenit në një strukturë, në një organizatë të përbashkët, ka të bëjmë atë që ne veç më them, dominon argumenti që duhet kemi një organizat të përbashkët politike. Përballë opsioneve që kanë qenë që të jetë një koalicion, që në kupton me subjekte politike aktive, tani më po dominon ideja dhe besoj që jemi para sjelljes së një vendimi që Vleni të jetë edhe një subjekt politik dhe me këtë të pushojnë se ekzistuari subjektet pjesë përbërëse të Vlenit. Kur ka qenë takimi i fundit i liderëve të Vlen, përkatësisht pas zgjedhjeve lokale, sa herë jeni takuar, jeni mbledh gjithë liderët për ta diskutuar këtë? Disa herë, i fundit ka qenë para disa çasteve para të vitur në studiet e ju. A ekziston mundësia që për shkak të leadershipit brenda Vlenit, mbase jo mes se do t'ju pyes edhe për raportin mes juve dhe Izet Mexhitit, po mbase tek subjektet tjera që janë pjesë e Vlenit, të thellohet ose të shtyhet përçarje për shkak se nuk pajtohen me strukturën? Nuk ka diçka të tillë, sepse ajo që dakordohemi po ashtu të gjithë si Vlen, që nga liderët edhe poshtë, ka të bëjmë atë që leadershipi i Vlenit nuk mund të jetë një model klasik dhe i thjesht i udhëheqjes së Vlenit. Çfarë nuk kupton kjo? Kjo nuk kupton që ne duhet të respektojmë kompleksitetin e vetë strukturës së Vlenit, që çdo strukturë politike, spaku në një kohë të caktuar, të procesit të shkrirjes, të shohë veten edhe përmes kryetarit të subjektit nga i cili vjen. Dhe kjo nënkupton që para se me i dhënë peshën kryesore një kryetari, më thonë të jemi parti klasike lideriste, ku kryetari është gjithçka, pra kemi kryetarin dhe partin, nënkupton që të kemi një presidencë apo një kryesi të Vlenit, ku pjesën më të madhe nëse jo krejt vendimet si deri tash do të merren me konsenzus, dhe sigurisht që pjesët përbërës apo kryetarët e subjekteve të cilët e përbëjnë Vlenin, të kenë pozita të rëndësishme në këtë organizat. Pra kjo
nuk nënkupton që Vleni nuk do të ketë një kryetar, pra Vleni do të ketë një kryetar, besoj unë, por që pesha e vendimarrjes do të jetë më shumë në organizatën, këtë rast të udhëhequr nga presidenca, dhe sa një individ cili do qoftë që të jetë kryetari i ardhshëm i Vlenit. Mes juve dhe Izet Mexhitit, kush mendoni se duhet të jetë kryetari i Vlenit? Unë nuk do të kisha ndarë mes meje dhe Izet Mexhitit, sepse nuk dua të jemi pa drejt, derisa nuk kemi një vendim përfundimtar, nuk dua të jemi pa drejt nga asnjëri nga të tjerët. Megjithatë, keni dëgjuar zërin e strukturave. Vini nga një rajon në zonën 6 ku subjekti juaj ka 4 komuna. Izet Mexhiti vjen nga një rajon në zonën e 2 zgjedhore ku ka gjithashtu në rajon subjektit i disa komuna, dhe nëse dëgjohet ajo që thatë ju zëri i strukturave që duhet përfaqësohet përmes leadershipit të tyre brenda Vlenit, mes juve dhe Izet Mexhitit, edhe vetë Mexhiti e ka deklaruar se njëri duhet të jetë kryetar. Unë nuk do të përsëri po e them, nuk duhet të jemi pa drejt ndaj të tjerëve, sepse kështu e kemi nisur. Po të kishim nisur në atë se kush është më i forti, ne do të ishim rikthyer atij ku kërkonte të jemi opozita e sodit. Pra, që të bëjmë luftë se kush është më i forti, dhe kjo i bie të bëjmë luftë për të nda opozita, për të nda edhe pastaj rrjedhimisht edhe si subjekt, si organizat. Në konceptin që e kemi nisur, dhe në cilin jemi pajtuar të gjithë, është një partneritet i plot në do kisha thënë vlerën që kemi krijuar, dhe ajo është Vleni. Edhe në këtë rast, pa marrë parasysh se si do të dakordohemi të nis ky proces se kush do të jetë kryetari i parë, unë vlerësoj që do të jetë më i miri, cilo do qoftë mes meje Izetit, do thënë nga alternativa apo nga alianca, të udhëheqet subjekti i përbashkët, organizata e përbashkët politike, sepse unë vlerësoj që veçmo jemi duke punuar në ndërtimin e një strukture komplekse të leadershipit që mos kemi rrezik, sepse nuk është çështja këtu që kush do të jetë kryetari. Këtu parashtrohet çështja që është rreziku i hapit më tutje, se tani ne jemi në fazën e asaj se si do të homogenizohet kjo strukturë heterogjene në 4 subjekte politike, vetëvendosja, lëvizja, arbëria dhe kështu me radhë. Pra, nga momenti kur ne do ta bëjmë një organizatë të përbashkët, vin problemi dhe sfida e radhës, dhe ajo se si ta mbajmë bashkë. Pra, në këtë aspekt, duke pasur parasysh faktin që subjektet politike të ne më letë ndahen dhe përçahen se sa bashkohen, ne mundohemi që të krijojmë mekanizma parandalues që askush mos ketë mundësin, cili do qoftë, do të nisi nga vetvetja, që Bilal Kasamit i mbushet mendja se ai mund ta udhëheqë vetëm Vlenin dhe nuk i duhen asnjëri nga subjektet tjera që mos mund ta përveçsoj Vlenin, sepse vlerësojmë që Vleni është ajo vlerë e cila duhet ruajtur, sepse për herë të parë, po e përsëris, për herë të parë në 30 vite demokracisë tek shqiptarët u bashkua gjithë spektri opozitar, dhe këtë e vlerësuan votuesit. Prandaj, për ne më e rëndësishme është që të ndërtojmë një strukturë komplekse të udhëheqësisë së Vlenit, që çdo njëri nga ne ta shoh veten detyrimisht pjesë të atij subjekti, të asaj organizate, dhe nëse ndodh që të largohet, të dëshirojë në një moment të shfaqet dëshira për të larguar, atëherë të largohet i vetëm. Unë e kam thënë në një rast tjetër, në një studio tjetër televizive, për një kryetar tjetër, të cilit ju mbush mendja se ai qenka apo ai kishte qenë Vleni, dhe e kam thënë dhe po e përsëris, për mua çdo kryetar dhe subjekt në Vlen ka vlerë. Jashtë Vlenit s'ka vlerë. Flas për strukturat që e përbëjnë Vlenin. Dhe këtu është ajo që ne duam edhe ta ruajmë këtë si vlerë, që Vleni si një organizatë politike, si një subjekt politik nesër, kur të institucionalizohet, mos mund as Bilal Kasami dhe as një nga kryetarët e partive tjera, cilat janë pjesë përballëse e Vlenit, mos mund të pretendoj që ta përveçsoj dhe t'i largoj gjithë të tjerë. A mund të ketë largime nga Vlen para se të formohet struktura e subjektit, duke filluar nga subjekti juaj,
dhe duke ju pyetur në vetën e parë dhe të subjektet e tjera, përfshi edhe subjektet e sapo ardhura në vlen. Unë vlerësoj jo, sepse përsëri po them, ndoshta opinioni kërkon një veprim më të shpejtë. Dhe po e ndjejmë këtë si nuk them si presion, po si një kërkesë e votuesve tanë që kërkojnë që më shpejt të konsolidohemi dhe të flasim në një zë, por duke respektuar këtë kompleksitet, ne mundohemi që çdo subjekt, qoftë edhe më i vogël, pa emërtuar se cili është ai subjekt më i vogël, të ndjehet i përfaqësuar. Dhe prandaj veç më kemi një model në diskutim të tillë ku çdo subjekt duhet ketë peshën e vet, dhe unë prandaj vlerësoj që në procesin e konsolidimit të strukturës dhe të organizatës vlen, të një subjekti politik vlen, që do të jetë, unë besoj, edhe i regjistruar si i tillë para organeve të përkatëse, nuk do të ndodhë ndonjë largim tash individ. Nuk e di se kush çfarë pretendimet mund të ketë, po si strukturë politike nuk do të ketë. Për të cilët ka informacione të paktën, po fillimisht dua t'ju pyes rreth temës së bashkimit dhe udhëheqjes së vlenit ka pasur disa opinione, mos t'i quaj kritika sepse nuk di a e marr drejtën të cilësoj të tilla, që kanë ardhur edhe nga jashtë, nga njerëz që pretendojnë se i njohin zhvillimet politike në vlen, dhe që juve personalisht ju kanë cilësuar si mundësia për qenë lider më i dobët i vlenit si sa Izet Mexhiti. Nuk po ju pyes çfarë mendoni për deklaratën e tij, po ju pyes çfarë mendoni se kush i imponon dhe kush i motivon qëndrimet e tilla. Shqo, tash duke ditur që tash në këtë rast me idenë e krimit përçarjes, dhe kështu zëra ka pasur dhe do të ketë, lavdroj mikun tim Izetin, nuk do të them se mirë që mu nuk më lavdroj. Por në fakt, figurat të tilla nuk të bëjnë nder nëse të lavdroj. Duke i njohur si të tillë edhe duke i njohur se si një opinioni. A keni thënë këtë Izet Mexhitit apo po ja thoni përmes studios? Jo, po nuk flasim nuk flasim për këto tema sepse ne atje përmenda në fillim të intervistës këtu në studio që ne para se të vim këtu ishim bashkë dhe kemi tema shumë më të rëndësishme për të cilat flasim. Një ndër ata është se si ndryshimi të vazhdoj edhe në 2 komuna të cilat janë zgjedhjet. Pra, në këtë aspekt ne kemi shumë tema më të rëndësishme dhe asgjë kemi diskutuar temat të cilat mundohen disa të sponsorizuar nga opozita ti parashtrojnë në drejtim të asaj se dikush thot se Bilal është lider më i mirë, dikush thot se Izeti, dikush thot Zeka Arbeni dhe kush do qoftë në brenda, bile kishte edhe opinionet të tilla me emër dhe pa emër që mundohen të futin përçarje edhe brenda vetë subjekteve politike. Këtë rast ka pasur edhe tema të tilla që s'është i mirë as Izeti, as Bilali, po qenë ka i mirë Adriani apo Adnani apo Hasani apo Hiseni. Kur i përmendet individet dhe mundësinë që të largohen individet, unë nuk po ju pyes sa ka mundësi të largohet individi që do ta përmend tash. Po ju pyes a është juaj Fatmir Limani si ministër? Fatmir Limani është Joni, i Lëvizjes Besa dhe i Vlenit, po aq sa çdo ministër i Lëvizjes Besa dhe i Vlenit. Edhe këtu do i dëshproj shumë do kisha thënë njerëz të cilët jetojnë dhe ushqehen me kështu informata të cilat ndodh ajo që vetë e nxjerrin një dezinformat dhe pas një kohe i besojnë të njëjtës. Jo më larg se mbram, kam pasur një bisedë shumë miqësore me Fatmir Limanin për të bërë një retrospektiv të gjithë asaj që ishte si proces zgjedhor në gjithë Maqedoninë, me theks të veçantë për atë që na ndodhi në Kërçov dhe sigurisht duke bashkë biseduar edhe për atë se si ne të mbrojmë elementin shqiptar në Kërçov. Pra, Fatmir Limani është një element i rëndësishëm, do të themi Vlenit, sepse nuk duam shumë të flasim për subjektet e veçanta brenda Vlenit, dhe ai ka kontribuar shumë
në këtë pozitë që është vleni, sepse kemi udhëheq një ndër ministrit më të rëndësishme që udhëheq koalicioni vlen. Në disa informacione që dolën, e se që sigurisht jo zyrtare, u përmend mundësia e ndryshimit të pozitës së tij me Hasim Murtezanin. Ka pas diçka të vërtetë? Nuk kemi biseduar. Unë e kam thonë që në fillim që në këtë fazë, kur kemi folë edhe me kryeministrin, nuk do të ketë rikonstruim të qeverisë, edhe ne nuk kemi folë në asnjë moment për ndonjë lloj të rikonstruimit të pjesës së vlenit në qeveri. Pra në asnjë moment nuk është folë jo largimi as i Fatmir Limanit, po as ndryrimi pozitës së Hasim Murtezanit. A do të ketë vlen zëvendës ministër të mbrojtjes? Dhe pse ka mbet deri tash vakant si pozitë? Po patjetër, po tash jemi në një proces të ofrimit të deputetëve të ri. Po e shihni, po do thonë opinioni është i njoftuar që po ka zhvillime, kështu që si një ndër mundësitë që të plotësohen këto pozita, ka edhe disa pozita tjera, është që çdo deputet apo grup deputetësh të e shoh veten si pjesë e vlenit. Po patjetër që në këtë fazë edhe këto punë do sqarohen. Në kënd po pretendoni më saktë zoti Kasami, jemi më qartë për opinionin. Në kënd po pretendoni se mund të ofrohet në vlen? Po ne, më thënë, opinioni u njoftua me, më thënë, deklarimit të deputetëve të caktuar të opozitës si deputet të pavarur. Dhe ne besojmë që nëse e keni fjalën për deputetin Ilir Demiri, ai deklaroi se do ta merr kushtimisht rolin e Anton Çetës për t'i bashkuar dy aleanca. Urojmë që të ndodhë ashtu, do i ndihmojmë që të ndodhë ashtu, dhe ne vlerësojmë që aleanca e ka vendin në qeveri pjesë e koalicionit vlen. Cila aleanca? Aleanca. Aleanca e përgjithshme. Do të ketë vend prapë për Taravarin në vlen? Nuk flasim për Taravarin, apo ne flasim për aleancën, sepse ne vlerësojmë që aleanca është brenda vlenit dhe ne vlerësojmë që aktivistët e aleancës e kanë vendin në vlen. Çdo funksionar këtë rast, nga pozita e deputetit deri një aktivist i thjesht, ne vlerësojmë që pozitën e kanë të rezervuar në vlen. Dua t'ju pyes pak për mbylljen e marrëveshjes për rikonstruimin e qeverisë. A përfundoi me këta dy emra që u dërguan në kuvend? Dhe a ishte kjo marrëveshja apo Mickoski nuk priti fjalën përfundimtare të vlenit për të dërguar dy emrat? Unë mendoj se kryeministri në asnjë moment nuk ka vepruar dhe nuk do të veproj për vlenin pa u konsultuar me vlenin, pa marrë parasysh edhe këtu që opozita tërkohën po mundohet që të dezinformoj opinionin, edhe ato informata që u plasuan në opinion që do të ketë rikonstruim më të zgjeruar, vleni do t'i merren pozita, do t'jep me pozita më të dobët e kështu me radhë, ishin një dëshirë e kotë, do kisha thënë, e opozitës, në asnjë moment pra nuk është diskutuar. Ne kemi pasur një bisedë bashkë si koalicion vlen dhe si VMRO, ku bashkë me kryeministrin kanë qenë edhe nënkryetar partisë dhe do të thonë një pjesë e leadershipit të VMRO-s, ku i kemi biseduar këto temë dhe ku jemi dakorduar që në këtë fazë, kur jemi në një pozicion të rëndësishëm të reflektojmë për atë që ndodhi në zgjedhjet lokale dhe që japim hapësirë subjekteve që të tregojnë rezultate me këtë rezultat zgjedhor të zgjedhjeve lokale, që në fazën tjetër, eventualisht diku nga viti 2026, pas një analize të mirëfillt, të ulemi përsëri bashkë dhe të bisedojmë për një mundësi për rikonstruim. Për ta përmbyllur për Vrapçishtin dhe për Gostivarin, a kanë filluar bisedimet brenda vlenit se kush do të jenë kandidatët dhe a ka konsenzus se cilit subjekt, derisa nuk është formuar një subjekt si vlen, do t'i takon për shembull kandidati për Gostivarin? Edhe për Gostivarin, edhe për Vrapçishtin, atje thash më lartë e biseduam sot në takimin e liderëve dhe u dakorduam që të japim disa emra dhe të nisim me një sondazh edhe në Vrapçisht edhe në Gostivar dhe të shohim çfarë thot opinioni. Në varësisht nga ajo që thot opinioni për kandidat të caktuar, këtu duhet të bëj një thirrje po ashtu që në sondazh do të jetë
edhe opcioni i hapur që edhe qytetarët t'japin emrin e tyre, që e preferojnë, sepse ne vlerësojmë që si në rastin e Strugos, ku përkrahëm një kandidat të pavarur, ishtë zëri qytetarëve dhe u tregua që ishtë zëri i vërtet, sepse fitoi Strugun ati ku pak besoni se mund të ndodhë një ndryshim, pra edhe në Gostivar, nëse qytetarët kanë një emër të përveçëm, të cilin e duan të shohin në krye të Gostivarit, ju garantoj që koalicioni Vlen atë emër do ta përkrahë. Si e vlerësoni deklaratën e Taravarit për të cilin ose aleancës, për të cilët pretendoni se mund një ditë tjetë pjesë e Vlenit, që thotë se Gostivari tashmë është qendra e opozitës shqiptare? Shqiptoni, nuk dua të komentoj këtë rast deklaratat njerëzve të cilët para ditë e thonë diçka, pas ditë e thonë diçka tjetër. Në varësisht nga pozicionit që janë ullur dhe ku janë ullur. Në këtë rast Gostivari, unë diçka mund të them që Gostivari do t'i bashkohet zërit të ndryshimit dhe Gostivari do t'jetë pjesë e fitores së koalicionit Vlen. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Kish kënaqësi, faleminderit juve. Ishte intervista me Bilal Kasamin, vetëm pas sigles ne vazhdojmë me informacionet të tjera, qëndroni me ne.